Rritja e kërkesës nga tregjet ndërkombëtare po rikthen interesin e fermerëve të Belshit për kultivimin e duhanit. Një kulturë bujqësore që për vite u mendua se ishte drejt zhdukjes, sot po zë sërish sipërfaqe të konsiderueshme në tokat e Dumres, fal kërkesës në rritje kryesisht nga vendet evropiane. Mes fermerëve që kanë investuar në këtë kulturë është edhe Endri Tabaku. Pas disa vitesh emigrimi në Greqi, ku punoi në kultivimin e duhanit, ai u kthye në vendlindje për ta zhvilluar këtë kulturë bujqësore. Sipas tij, tregu i eksportit mbetet garancia më e madhe për fermerët. Po kemi punuar në Greqi dhe më mirë jemi këtu se jashtë. Sa vite ke që kultivon duhanin? Viti 4. Mas çmimit, mas fitimit, është më mirë kjo. Sa të miellesh gjëra tjera. Për shembull, grurin këto. Ka ardhur në rritje kërkesa për duhanin? Po, në rritje, në vit në rritje. Në sa po i nxirrin treg? Treg me 6.000 lekë. Çmimi mirë. I mirë, jashtësysh, i mirë. Edhe Nderim Haka kultivon duhan prej 3 dekadash. Ai thotë se kjo kulturë ka qenë gjithmonë burimi kryesor i të ardhurave për familjen e tij. Kush është problematika që hasni më tepër? Fuqia punëtore, transporti, sistemi vadidjes. Keni ndërmend ta zgjeroni, ta vazhdoni? Jo, nëse se zgjerojnë do të se ne dy veta e burrë grua. Po ta zgjerosh do të kesh fuqi punëtore, do të kesh agregatet tuaja, do të krijosh ferm. Kultivimi i duhanit është një traditë e hershme në zonën e Dumres. Sipas të dhënave të fermerëve, çdo vit prodhohen rreth 50 ton duhan, pjesa më e madhe të cilit eksportohet drejt tregjeve evropiane. Pikërisht kërkesa e qëndrueshme nga jashtë vendit po i nxit gjithnjë më shumë fermerët të rikthehen te kjo kulturë, e cila po konsiderohet sërish një mundësi fitimprurse për bujqësinë e zonës.